Shqipëria është në fazën më të rëndësishme dhe intensive për mbylljen e negociatave për në Bashkimin Evropian, deklaroi kryenegociatorja Majlinda Dhuka në Këshillin Kombëtar të Integrimit. Dhuka bëri të ditur se vendi ka marrë 101 piketa përmbyllëse nga Bashkimi Evropian dhe po përgatitet teknikisht për mbylljen e të paktën 10 kapitujve të parë. Kjo është faza më e rëndësishme. Ajo e të bërit një vend antar. Ajo e të bërit një shtet me institucione të vendit antar. Drejtësi europiane. Ajo e të bërit një ekonomi pjesë e tregut të Bashkimit Evropian. 101 piketa mbyllëse ka marrë Shqipëria deri më sot nga Bashkimi Evropian. Aktualisht, ne po punojmë intensivisht me qëllim që të përgatisim teknikisht mbylljen e kapitujve për të paktën 10 kapituj të parë. Ministri i Drejtësisë Toni Gogu deklaroi se brenda një viti janë përmbushur 14 pika të ndërmjetme të negociatave, duke theksuar se rezultatet e arritura po e afrojnë Shqipërinë me standardet europiane në drejtësi. Brenda kapitullit ton kanë qenë 14 piketa të ndërmjetme, nga të cilat u adresuan 64 hendeqje kritik, pra nga 2020-a. Deri sot, stoku në gjykatën e lartë është ulur me 60%. Procesi i vettingut në datën 17 qershor, ka ditën e tij të fundit, është projekti më afatgjatë. Për kreun e grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla, integrimi nuk lidhet me qeverinë, por me aspiratën e përbashkët. Integrimi europian nuk është pronë e një shumice apo e një qeverie, por mbi të gjitha është një aspirat historike e të gjithë shqiptarëve dhe një objektiv strategjik i Shqipërisë sonë të përbashkët.